Në 9 nëntor 2025 votohet për të zgjedhur kryetarët e bashkive Berat, Cërrik, Mat, Tepelen dhe Vlorë. Kujdes, përbën vepër penale, korrupsioni aktiv dhe pasiv në zgjedhje si ofrimi dhe pranimi i parave, të mirave materiale apo favoreve të tjera në këmbim të votës, dënohet nga 1 deri në 5 vjet heqje lirie. Nxitja ose fotografimi i votës dënohen nga 3 muaj deri në 4 vjet heqje lirie. Votimi më shumë se një herë apo për persona të tjerë, duke paraqitur dokumente identifikimi të rreme ose duke përdorur dokumente të zgjedhësve të tjerë, dënohet nga 1 deri në 3 vjet heqje lirie. Lejimi me dashje i votimit nga komisionerët zgjedhor, pa kryer identifikimin e shtetasit dënohet nga 6 muaj deri në 3 vjet heqje lirie. Çdo veprim që cënon zgjedhjet si votimi përmes kanosjes, falsifikimi apo dëmtimi i materialit zgjedhor dënohet nga 3 muaj deri në 8 vjet heqje lirie. Nëse vren shkelje të ligjit, denonco tek organet ligjzbatuese.